Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aleksia Beleshi e zhgënjur nga Jati. Ja çfarë ndodhi? Vajza e kryetarit të Kuvendit Niko Beleshi, Aleksia, ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj në Instagram një reflektim të thellë mbi rrugtimin e saj shpirtëror dhe besimin në fen islame. Në një postim nga Xhamia Sheikh Zayed në Abu Dhabi, Aleksia rrëfen përvojën e saj personale dhe momentet e transformimit shpirtëror. Ky vit ka qenë një pikë these në jetën time. Kam kërkuar Islamin për 5 vjet duke u afruar dhe duke u tërhequr, por tani e ndjej se po vendoset në zemrën time si në shtëpi. Shkruan ajo duke përshkruar udhëtimin e saj të gjatë të besimit që ka përfshirë lutje, lexim dhe reflektim të thellë. Aleksia thekson gjithashtu se edhe shpesh ballafaqohet me paragjykime dhe islamofobi edhe nga njerëzit e zemrës, por kjo nuk e ndal të ndajë me të tjerët bukurinë e Islamit. Me siguri e keni vënë re se përballen me shumë paragjykime, si nga njerëzit që nuk më njohin, ashtu dhe nga ata që janë më afër zemrës time. Por kjo është në rregull, sepse më shtyn vetëm të vazhdoj të flas për bukurinë e Islamit dhe sa shumë më ka dhënë, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë, shkruan Aleksia. Ajo shton: nuk e kam dashur, respektuar dhe nderuar kurrë veten më shumë se tani. Hidaja e Allahut më ka ndihmuar të gjej veten më shumë se çdo gjë në këtë botë. Postimi përfundon me një mesazh mirënjohje dhe lutje për ndjekësit e saj. Ju mbaj të gjithëve në duart e mia. Aleksia Beleshi ka treguar më herët se udhëtimi i saj shpirtëror ka nisur 5 vite më parë duke u përqendruar gradualisht në praktikimin dhe kuptimin e besimit islam. Aktualisht ajo vazhdon të ndjekë këtë rrugë mes jetës moderne dhe besimit të thellë, duke udhëtuar dhe jetuar mes Spanjës dhe Egjiptit.